dashuria dhe respekti që kishin, kanë dhe do të kenë myslimanët për Imam Hysejnin, paqja qoftë mbi të, e ka fillesën në Kur'an, sepse Allahu i madhëruar urdhëroi për dashurinë e Ehli Bejtit dhe Imam Hysejni është njëri prej tyre. Allahu i madhëruar në Kur'anin e shenjtë thotë: "Thuaj, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, por vetëm respektin e dashurinë për hir të afërmve." Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, rrjedh nga Ehli Bejti, të cilët Allahu i ka pastruar prej ndyrësive të gjunaheve. Në suren El Ahzab, në ajetin 33 thuhet: "Allahu ka për qëllim që nga ju, o familje e shtëpisë së pejgamberit, të largojë ndyrësitë e gjunaheve dhe t'ju pastrojë deri në skaj." Kur ndodhi ngjarja e Mubaheles, Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, ishte së bashku me profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, Imam Aliun, Fatime Zehran dhe Imam Hasanin, paqja qoftë mbi ta. Për këtë ngjarje zbriti ajeti: "E kush të kundërshton ty në çështjen e Isait, pasi të është bërë e ditur e vërteta, ti thuaj: ejani të ftojmë bijt tan dhe bijt tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, vetet tona dhe vetet tuaja, pastaj sinqerisht të lutemi për mallkim dhe mallkimin nga ana e Allahut ta hedhim kundër gënjeshtarëve." Por ama, është për të ardhur keq se të gjitha këto thënie që u përmendën e shumë thënie të tjera që gjenden në literaturat islame u harruan dhe përfundimi ishte ndodhia e masakrës së Kerbelas, e cila nuk ka të ngjashme në historinë e njerëzimit.